Kjo është pamja më e bukur e fshatit, besoj prej këtu. Fshati duket shumë bukur. Që këto është ma mirë, fshati kolicioni jepër që kjo është. Na keni qef ju t'luni top? Pak ma herët më tregove që jeton në Shkup. Ndonjëherë vjen edhe këtu. A më tregon se ku është më mirë jeta ose cili është dallimi mes me jetu në fshat po edhe në qytet? Ka tunë të ma mirë. Me jetu ma mirë ka tunë di ma të mislajkire, du me thonë ma ajri pastar. Shumë ma mirë është, ama është tash rinia si e shefni vetë, nuk rrinë ka të hekin, ka dalin jashtë, shkojnë, ka Gjermania, ka Zvita, ka nuk shkojnë. E për që ato puna që shatin e kanë shu, ama peshi tjere Allah që është edhe qka, që bëjsi e zoni i për të këto, elhamdulillah. Ajo është një shenjë që akoma është gjallë shati. Po shati gjallë. Pas rrëfimit të plakut, hapet dhe dera e mikpriqes së një nëne shqiptare. Edhe këtë më ndriqa për me badi, tamlin, kosin, gjithë. Ama jeta më mirë fshatar. Po. Po të një paket hangë një paket buarë, ma kanë vedo për sajnë. Në thash. E dërtoj. Te kjo? Po. E këm shtërvua me kauq me te. Shikoni se çfarë natyre dhe qetësie të falë ky fshat. Kur shikon këtë peizazh, haron gjithçka tjetër. Natyra të ma gjeps në heshtje. Ashtë të i soni janë makët. Kjo ma nuk funksionon. Po koda, shqip, që fushet e këna pas për parat, a mu punu afte për parat. A këto fushat që janë këndej krejt pa herët janë punua? Këtë janë punua, në këtë të të ditë si e shega. Për parat, këtë që këto... Edhe kjo pjesa këto? Këtë punu, kjo. E ki në Gjermani, punon e ka dhe ka, e ka lavru, kështë me ka në ka. Shta e shaj di, pa di ave ki, s'pone e rini, a i di ma mirë të unë. Po. Rini, ashta ishëm. Unë shpesh që edhe po foli, thë voj, më si s'pononi bërë shkollë mësojni. Shkolla, pa shkollë thënë bon gjanë. Mira, pesh i qita. A ka edhe nga ato që janë shpërngulli dhe janë kësi prap tash këto? Ka, do kanë fri, djetë të të shpirë, ka, mira. E që kjo krej mafë. Që këto konë në mullajni. Këtu? Që? A, po. Vendlindja nuk ka rot kur. Elhamdulillah për Allah, stallë në e shoha ondre me vaj e shoha katondin. Për pa katondin, këtu vend gjallë në këto, hopi që lisejt. Pa djavo, vendi i mirë është. Mirë o katondin, sënë. Na pak së me thonë, njëri si gjenë Shkup e hupër në të Terezin e katondit. Ama elhamdulillah, për Allah mirë. Kjo është Koliçani i jepërm i qytetit të Shkupit. Hajt, ajo civil, falimderit shumë në e bëni halal.